Presidenti Amerikan, Donald Trump, ka lëshuar një tjetër paralajmërim të fortë ndaj Iranit, duke deklaruar se Shtetet e Bashkuara mund të kryejnë një tjetër sulm ushtarak nëse negociatat aktuale dështojnë. Gjatë një deklarate në Washington, Trump tha se kishte qenë vetëm një orë larg marrjes së vendimit për të urdhëruar një sulm ndaj Iranit, por se kishte vendosur ta shtynte operacionin pas kërkesave për më shumë kohë në negociata. Isha një orë larg marrjes së vendimit për të sulmuar. Ata e dinin që ishin shumë afër, kërkuan edhe disa ditë kohë sepse mendonin se Irani po tregonte arsye, tha presidenti. Trump shtoi se Teherani po kërkon me ngulm një marrëveshje dhe paralajmëroi se Washingtoni mund të japë Iranit një tjetër goditje të madhe nëse situata nuk zgjidhet diplomatikisht. Presidenti amerikan tha gjithashtu se SBA është e gatshme të presë vetëm disa ditë të tjera, deri në fundjavë ose fillimin e javës së ardhme, pasi, sipas tij, Irani nuk duhet të lejohet të zotërojë armë bërthamore. Deklaratat vinë në një moment kur Teherani ka paraqitur një propozim të ri për paqe përmes ndërmjetësimit të Pakistanit. Sipas medjave shtetërore iraniane, oferta përfshin heqjen e sanksioneve, largimin e forcave amerikane pranë Iranit dhe ndalimin e luftimeve në rajon, përfshirë Libanin. Megjithatë, kushtet iraniane nuk duket se kanë qenë ndryshe shumë nga oferta e mëparshme, të cilat Trump e kishte refuzuar publikisht javën e kaluar, duke i quajtur mbeturinë. Pavarësisht tensioneve të larta, negociatat diplomatike vazhdojnë, ndërsa frika për një përshkallëzim të ri ushtarak në linjën e mesme mbetet e lartë.